Sara, çfarë ka mësuar puna tek Selma që ka ndikuar më shumë në karrierën tënde? Mendoj se me qenë ma profesionale, precize edhe komunikimi me klient është qelësi, baza. Cili është ndryshimi mes ngrimit komercial dhe atij më të guximshëm, artistik? Është pak ma i përditshëm në shta komercial ose që e bojnë ma shumë prej qikave, kurse ai që është me lajnera grafik ose ma i guximshëm që po thuti me provu me ngjyra, me eksperimentu, është në shta ma shumë për videoklipe, për këngëtare, për artiste të ndryshme. Ti je bashkëpunëtore e ngushtë e Selmës. A ka ndonjë këshill që nga Selma e mban gjithmonë parasysh gjatë punës? Ji vetvetja. Me qenë vetvetja mendoj që është sene kryesor. Sa është luks të rregullosh tek Selma? Mendoj që është një luks kogja i rëndësishëm, sidomos për nuset që kanë ditën më të rëndësishme tyne, edhe kanë qef me përjetu qetësi, jo stres në ditën e tyne, kështu që na gjithmonë munojmë me mirësjellje edhe me i pyet se a dëm para se mja fillu grimit me pini kafe ose diçka, debatojmë rreth lukut saj që shka vendos e kështu me radhë. Sa vlerëson naturalitetin në raport me grimin e tepruar? Atëherë mu më pëlqen shumë naturaliteti, po ka ftyra që ju ka hije shumë me grimu pak ma rënd se zakonisht, kështu që ja u sugjeroj edhe ka kliente që dojnë mu grimu vetë pak ma rënd edhe e bojmë atë grim së qysh kanë qef. A mendon që si kosovar shpenzojmë shumë në këtë pjesë? Mendoj, po hajditën e mirë faleminderit. Mendoj që po është një pjesë e domosdoshme se gjithkohë sidomos femrat kena qef me u nisa ma mirë në për disa ditë që i kena pak ma të specifikume. Pse në shumicën e raste për shembull femrave u thuhet nga meshkujt ma mirë ke natyrale? Po se di, nështë meshkujve që ashtu ju pëlqen, po grimi është një terapi në vete që i bën femrat mu një pak ma mirë dhe e aplikojnë. Kush shpenzon më shumë, njerëzit e thjesht apo VIP-t, ani pse kanë më shumë para? Lirësht me thonë që 90% e popullatës shpenzojnë, pavarësisht VIP-ve, artistave ose njerëzve që nuk jenë me shumë emër, shpenzojnë kogja shumë. Japin do me thonë kur gjë heq. A është ende kjo që soher që vinë VIP-t sillen pak ma, si me thonë, të mëdhenj thojza dhe thonë që po dojna me bo grimin mos me pagu ose thjesht me një reklama, ekziston kjo ende? Nuk mendoj që ekziston ky sen, edhe mendoj që edhe VIP-t janë tepër njerëz thjesht, me qatë sa më ka ra me punu, krejt janë me kom për toke dhe kalojna shumë mirë me ta. Cili është rregulli i grimit që ti e thyen gjithmonë? Blush. Blush është një pjesë që ndoshta tash ja ka nis pak me u hek, po ne te praj se më pëlqen shumë që zhdokët. Normal, tu i pyet klientet, po kam qef me vendos pak ma shumë. Cili është një produkt që e mban mend që e ke bli mas shtrenjti sa i përket grimit? Deri në çfarë vlere ka shku për shembull? S'po di, ndoshta një palet ose një pudrë e langshme. 140, 60, s'po di sakt, me veç una një. Çfarë trendit të grimit e adhuron, por shumica kanë frikë ta provojnë? Smokey eyes, më pëlqen shumë, light smokey eyes, po që shumica nuk e kanë guximin me e bo, se është krem pak ma i rëndum, po sidomos të qikat me sytë kaltër të më pëlqen shumë, se të kësën ngjyrën e syve, edhe kur është që dikujt i shkon, mund t'ona me asugjeru edhe e bojmë. Ku e sheh veten pas 5 vitesh në botën e grimit? Shpresoj që me qenë lartë e më lartë, se jem shumë kërkuese ndaj vetës, po gjithmonë me kom në tokë. Cila është një artiste që ty të pëlqen gjithmonë për mënyrën se çysh grimohet? Ose që ja ka haberin për këtë pjesë? Melinda din shumë mirë, më ka tregu edhe foto, video që edhe vetë ja ka anën tepër mirë grimohet. Nora Istrefi, Kida, plot prej artisteve din me u grimu edhe vetë shumë bukur. Tash lind pyetja, kush nuk din sipas teje? Pa i note, normal. Normal, se di, s'po moj me veç una e një kështu. A e ki mës me pritë raportin me tu? Jo, ta më puna, me kejti këm raportet e mira dhe besoj që për një fjallë kërkush s'ma marrë për të keqa, ma
Se di, në përgjithësi Prej krejt nishi hyen deri në mirë. 10 sot dhe me u rregullu vetë Selma në këtë rast. 10 out of 10. Do me thonë është gjithë zoj e kurume, gjithë është e ndreqt. Ti po ashtu bashkëpunon përveç me Selmën edhe me Kacin këtë rast, është bashkëpunëtor i juji. Po. Në 2-3 fjalë që kishe përkufizu Kacin si njeri. Me Kacin e kalojna tepër mirë, është një bashkëpunëtor tepër i mirë, është shumë fane, ta bën ditën 2 minuta edhe është shumë punëtor. Në punën e vetë nuk ka ma profesionist. Na tregon një karakteristikë që e ka Selma, por publiku nuk e di. Tepër e pastër, ekstrem e pastër, do me thonë gjithë është e pastër. Okej, pak a shumë si Gjenita. A mendon që e meriton pozitën në të cilën të kanë ranguar ditë më parë në mesin e top influencerëve më të mira në Kosovë? Nuk e di, kjo këtë më varet prej personaliteteve të ndryshme, më vjen mirë që më ka vlerësu qashtu shpate, si dhe që tjetë gjithë kush e ka mendimin e tyne, dhe nështë pa pas kontakt fizik, pa o njoft me mu ta man që shem raport njët në realje, gjithë kush nuk mundet me japat vlerësimin sakt. Por a e konsideron vetën si një ndër influencerët më seksi? Jo, e lezetshme me thonë, cute. Okej, çka i thu vetës kur je para pasqyrës? Pasqyrë më i pasqyrë, kush është më e bukura në këtë botë? Çka do doje të dini njerëzit për ty, për te profesionit? Përveç profesionit tam si grimero, unë jam edhe kuzhinjere, edhe E mirë? kogja e mirë, sidomos në pjesën e ushqimeve detit jam më së ndra. Do me thonë i baj 2 puna. Okej. Se përkufizon suksesin për veten? Shumë falemnderuse që kam arrit deri tash ku jam, çet moshë që jam, po që shqetësika edhe më herët jam shumë kërkuese ndaj vetes edhe shpresoj që lart e më lart, po jo veçon krejt femrat kudo që janë. Çka të mban me këmbë në tokë pavarësisht arritjeve? Mendoj që familja e kanë gjetë mënyrën më të mirë për me më eduku edhe me më jep sjellje të mira edhe që kemon me shumë kohë në tokë. Çfarë mesazhi do u jepje vajzave që janë duke ndjekur ëndrat e tyre? Vazhdoni edhe mos i nalni ëndrat e juve, praktika e bën të vetën, sa më shumë praktik, çaq më shumë keni me pas sukses. Në fund të ditës, çfarë të bën të ndihesh e plotësuar? Njerëzit për rreth që i kam, që më japin dashni, edhe njerëz që do me thonë më suportojnë rrjetet sociale edhe ma besojnë shumë punën, në përgjithësi jam tepër e bekume, kështu që vjen mirë që i kam krejt. Cili është qëllimi yt më i madh për momentin? S'po di. Qëllime kena krejt njët, po nështë naj një është me grimu një artiste të Hollywoodit ose naj një botrore, me famë botrore i shkon një prej qëllimeve që kësha pas qaf me arrit. Nëse do ta përshkruaj veten me 3 fjalë, cilat do të ishin? E butë, e sjellshme, punëtore. Edhe e bukur, apo në 4? Okej.